energjetik për zonën e Himarës dhe Dërmiut. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët në jug të vendit, administratori OSHE-s dhe ministri Gjiknuri theksuan përfundimin e investimeve, të cilat ofrojnë furnizim më të mirë me energji elektrike. Për ministrin e energjisë Damian Gjiknuri, energjia elektrike është jetike, e për këtë arsye investimet janë orientuar në këto zona. Gjiknuri thotë se viti 2018 do të jetë viti kthesës për sektorin energjetik, nisur nga performanca e 3 operatorëve, dhe do të jetë një sektor i cili do të kalojë në kryerjen e investimeve pa mbështetjen e buxhetit. Rrjeti i Marës ka qenë një rrjet që nuk ka parë investime që nga koha e elektrifikimit, ka pas vetëm ndërhyrje sporadike për mirëmbajtje, por sot që flasim kemi një situatë krejt tjetër. Së pari një hyrje në funksionim linja 110 kV që është Unaza Jugut, dhe dini një investim i rëndësishëm i qeverisë shqiptare që u inaugurua vjet, u vënë në funksionim për herë të parë një stacion i ri lëvizshëm i cili u instalua në Himar, gjithashtu janë bërë dhe investime të reja siç është linja 35 kV dhe në stacion i ri në Dërmi, si dhe investime ndërhyrje intensive në gjithë rrjetin e shpërndarjes, sidomos në zonën Dërmi, Palas, Himar, Vuno. Administratori i OSHE-s Ardian Çela renditi disa nga investimet e kryera përgjatë Bregdetit, të cilat kapin shifrën 10 milionë euro. Për sa i përket investimeve, kompania ka nisur që nga shtatori në stacionin Mobile, e quaj Mobile, por është një stacion i cili do të